Fillojmë tani biseda tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashir. Urdhroni. Dëgjoni, juve mundohi që si telefon mundohi që të zgjidhni çdo problem. Të sensibilizojmë më saktë, se për të zgjidhur i zgjidhin organet përkatëse. Ne sensibilizojmë si media. Ke lejuar. Unë do desha që të vinte kjo në qoftë se zoti kryeministër kërkon të tante diçka. Qoftë dhe juve, marr anën për njerëzit që kanë hall, për pensionistët. Le të bëhet një studio aty. Le të jenë edhe specialistë. Jo nga ata opinionistët që tjetëri e vetë. Këta që kanë hall dhe të kthehet përgjigje e dur, që të ketë një emision deri në 2 orë aty për shembull, dhe të jepen alternativat. Në asnjë vend nuk bëhet zgjidhja për këto gjëra. Me një studio e nderuar si tuaja, të beshe me një panel me hallëzint që kanë në drejtim të pensionit apo të gjykatave, me njëherë do të kishte vlerën më të madhe për mendimin tem që në qoftë se do të donte me gjithmonë kryeministri të zgjidhte problemet. Ashtu, megjithatë, këto edhe i djojnë nuk është usuri juaj dhe nuk është po sado që të ketë këto vuajtje që kanë pensionistët, që nuk u dalin i laset, problemet që kanë bërë gjykatat deri tani me këto, valla e shumë e vështirë, po su bëj një studio aty. Midis atyre le të jenë opinionistë të saktë, le të jetë edhe pe avukati që t'japin vendime, po t'jenë hallëzinti që t'japin detajet e dura që pse janë rënë këto pensione. Është bërë batërdia të punosh 45 vite të marrësh 100 euro. Të faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ju që sollët sugjerimin tuaj të dobishëm. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një banor i fshatit Kocul, Bashkia Selenik. Po, urdhroni. Dgjoj, kemi një problem që mbas zgjedhjeve të datës 25, po, Bashkia Selenik për arsye se banorët e zonës votuan majtas edhe nuk përdeja ajo bashkia e ka fituar një përfaqësues, është akmarrur në mënyrë politike që në datën 27 qershor deri sot në këtë temperaturë, në këtë ambient, ne jemi pa ujë të pishëm. Dhe ju e quani këtë një akmarrje politike apo e quani një mos administrim të mirë të sjellësit? Është politike sepse direkt mbas numërimit të votave se llafet ku ka zot pa gjë, ka thënë do ta marrë vesh populli i Koculit se çfarë do bëhet. Po zakonisht si keni kaluar thatësirat, me ujë apo pa ujë? Edhe pa patur zgjedhjet. Kishim ujë, direkt pa problemi tha është prishu pomba, shprishë pomba ne jemi specialistë për atë punë. Qartë. Në po them që një 500 banor në këto temperaturë ekstreme, pa ujë, do me thënë që është e një zonë nafte që këtu s'ka as burimi, as qesma, as puse, janë farë sepse fitoron në zonë naftës, dhe po endemi si që futin shkratë të tje për të marrë një bidon ujë për të tje. Po unë falenderoj që sillni këto informacionet se si po i përballoni këto kushte të thatësirës. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Po? Unë jam një qytetare nga qyteti Kushar, që të marrë dhe të parë të i ditë shpërpunë të OSHE-s, edhe dje. Po? Unë kam qenë nisë për Tiranë, më kanë kësi në rrugë drejtori i OSHE-s, bashkë me gjithë punëtyrët e OSHE-s, edhe më kanë bërë përshqet me tërhesh dokumentacionin që kam bërë të ju, dërënximin të ju, dhe i kam shujt kryeministrit. Edhe pastrusën e ka pronë në mbledhje, dhe kam bërë deklarimin që unë jam e fatoru me 27.000 kW në bifatorim, në deklaratën e s'ka panohu me më zamë fotokopjen, drejtyri bashkë me fatorusën, edhe më kanë kërcënu kujdistorja për klientin, se unë nuk jam e pakan. Panja i bajsirje, prokurorit përgjithshëm që të marrë masat urgjentisht që unë jam një grua vetme edhe me më kërcënu drejtori i OSHE-s me punëtyrët e OSHE-s, unë nuk jam kërkues edhe unë nuk jam e pakan. Pra reagimi tyre në vend që të bisedoje të tregonte atë që quhet që diskutojmë për atë. Në vend që të trajtohet kujdesi për klientin, atëre ne t'i ndrojmë emrin, t'ja bëjmë kërcënimi për klientin.
Po, kërcënimi për klientin, drejtori ka provë punëtyrët e shtillave edhe të tjelave me mba presion gjithë që unë tërhishëm nga letat që kam shujt edhe nga delencimi që kam bërë të ti para të redë. Po ju nuk e besoj se do të tërhiqeni duke kërkuar të drejtën tuaj, apo ja? Unë drejtën temi kam thënë, në kam deklaruar, s'ka paron me më thënë fotokopjen e deklaratës që kam shujt fotorusja bashkë me drejturin. Ma kanë marrë deklarimin, po s'kanë paron se unë do fotokopjen me mëjt dokument të shpia. Po, sigurisht. Dhe unë ju falenderoj që sillni këtu këtë rast të shëmtuar të kërcënimit të klientit. Nga kujdesi i klientit vjen kërcënimi i klientit në operatorën e shpërndarjes energjisë elektrike në Fusharës. Ndoshta në vëmendje të drejtorisë së përgjithshme në Tiranë mund të jetë edhe ky rast. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. News 24? News 24 në emisionin Koha për të zgjuar, flisni. Po. Në bashkimin dua të flas. Bashkë po flasim zotëri dhe publiku po na dëgjon në këtë bisedë. Urdhroni. Po. Bashkim. Po. Unë jam akelo Lavin Ambrakua. Po. Kam bërë aplikim 6 muaj për të marrën e tokës në tronësi të neni 7501 sipas tapis origjinale. Po. I bërë aplikimet të rregull mora dhe atë në topografi sipas rregulla që dushin. Po. Edhe këta nuk më se ta ndisa ato akordojnë për shembull prefektura me papine në topografi që i mata parcelat 1/1 unë edhe joga në digital. Po. Ta shti këta zotëri të hipotekës, drejtori në mbajtje me garjet. Do t'i marrësh nesër, do t'i marrësh pasnesër, do t'i marrësh nesër, do t'i marrësh pasnesër. As si ka marrë, ka vajtu pardije, Po, dhe çfarë kanë thënë? që ja shkarkuar ka një tjetër, më tha që ty nuk të bëhen certifikatën të ma. Nuk të dalin. E ka dërguar dosjen në bashkinë Poliçan. Pse ka ndonjë gjë që nuk shkon në dokumente? Jo, nuk shkojnë. Metrot janë në rregull, se unë po pagoj tatimin. Po pse nuk bëhet? Si ju argumentoi ai? Tani argumentimi i thonë kështu, kur janë bërë azonima sot tjetër metro, ata që e shërën atë ko, sot tjetër po, ama tapia ekziston me metro që ka marrë në prefekturë unë. Pra ka një mos përputhje midis dokumenteve? Jo, përputhja është në rregull me metro që paguaj unë, se unë po paguaj tatimin, pa ndije paguaj tatimin unë, këtyre metro, dhe këto kërkojnë faktiren. I du të qeverisë unë, tani do që të se dhe fëmit, po më kojnë tokat, unë që të jap atyre, unë i 2.600 në kanë për frimë. Qartë. Drejtori më tha pardije ma i këbej qyqë nga ma, si ti marru bë ata, ku fizusët, sot tapia, ku fizusët tuk, po metra janë. Janë disa raste që ndoshta tani me drejtimin e ri që do të vinë për hipotekat, do të vinë, ndoshta shpresojmë një frymë e re pune dhe një frymë e re, një predispozit tjetër për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni lutem. Bashkimin duhet të flas. Bashkë po flasim, urdhroni. Do të bashkim. Po. Unë jam një qytetare nga Lushnja. Po, urdhroni, cili është problemi? Një problem, Karshijush. Po? Kam një banesë 2 katëshe, që është e paj potekuar që në kohën është 130 vjeçare. Po? Aty jetojmë 2 familje, unë dhe kunati. Po? Mirë po na ka lind një problem. Ato i kanë dalë të pabanueshme. Edhe kunati tani ka vajtë në bashki, ka marrë atë që të bëj riparim. Po? Ndërkohë ai ka bërë një, po e shton katin, pothuajse një kat. Po? Vajtëm në bashki, e folëm dhe me kryetarin, e pezulluon policia bashkiake dhe ai filloi prapë rindërtimin. Po çfarë ju prish punë juve ndërtimi katit të tij? Unë banoj poshtë. Banesha poshtë është shumë e ulët. E ke parasysh që beshin shtëpitë më përpara, lartë rinin njerëzit, poshtë rinin kafshët. Po nuk keni gjetur mirë kuptimin që të bërë një ndërtim të përbashkët më të denjë? Ai ka punuar në polici dhe e di sikur e ka policinë dhe bashkinë, sikur e ka të vetën. Erdhi ata të policisë ndërtimore, e pezulluan. Pse ka shkelje ligji aty? Policisë ndërtimore e ka pezulluar, ai ka filluar po punon prapë. Pra ju bëni një denoncim për fornatin tuaj, po? Po nuk e di se çfarë po bëhet, ai ka jetë edhe çatin tani.
Ju lutem merrni masa se po bëjmë vllavrasje këtu në shtëpi. Shtëpia ime ka dalë pa banueshme. Unë jam në qell të hapur. Janë probleme të ndryshme që sjellin këtu qytetarët nga jeta e tyre e përditshme. Urdhroni. Mirëmëngjes, urdhroni lutem. Do të flasë në qikë për kryeministrin. Po çfarë do thoni ju si qytetare për kryeministrin këtë mëngjes? Po. E di çfarë më kujton kryeministri mu? Nga ta dim ne pa folur. Gjumë me popullin. Gjumë me popullin. Po. Po ka gjë. E di një 2 orë aty ke emisioni juaj, se do ishte më mirë. Po mirë, ka gjë të keqe që dëgjon njerëzit? Po nuk i dëgjon njerëzit, ai tallet me njerëzit. Pse mendoni se tallet? Po mendoj se kush ka një hall, ai thotë ti po flet, ola, qire varas, sa është kjo? Po, ai ka shku me një gjuhë, apo ka shku me u thallë me njerëzit? Pra nuk është një sjellje prej dëgjuesit, thoni ju. Po normal. Normal. Le të vi një 2 orë aty, gjysore, aq ta keni ju emisionin, edhe të shohim ne, kur ti flasim kryeministit, ç'përgjigje do na japi? Se po vdesin pensionistët. Me ato rroga 100.000 lekë që në pensione. Po 200 lekë, na merr ujtin. Na grej ujtin, dritat. Gjitha. Kemi në gjendje me përballu ilaçe që marrim. Jo ama për fruta e për gjona tjera që s'bëhet fjale për mish. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sillni mendimet tuaja këtu në emisionin ton. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam i banori kundër Kandës, lagjeri. Po? Neve na mungon ujë i pishëm që në datën 26 qershor e deri më sot. Ne një lagja që kufizojmë edhe me Kandën, edhe në kap edhe la prakra, njësia 11. Po? Kurse Bashkia e Kandës, ne na le masdore. E heqë si ku jini me njësi 11, la prakës. Ne kur shkojt ankohemi tani, ne nuk e dim. Ne jemi një lagje që na mungon ujë i pishëm gati 1 muaj e gjysmë, mos më shumë. 1 muaj e gjysmë pa ujë të pishëm, si ja bëni? Nuk dim kur shkojmë, kemi vajtur në kamës të drejtori, kemi vajtur të kryetari i bashkisë, nuk nga përfil fare. Po si e përballoni këtë thatësirë? Si përballon, kemi blenë me domduma, me bota. Pra me bote gjendet ujë, kurse po nuk sjell ujin. Është një problem shumë i rëndësishëm ky që vjen me zërin tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po, flisni ju lutem. Zoti Bashkim. Po? Edhe neve jemi te ure flakët këtu në autostradë, në rrethin e Durrësit. Po? Edhe ne kemi qysh në fillim të qershorit pa pikë ujë. Kemi vajtur të ujë qelsi, atje thonë do ju japim linjë të re, do bëjmë kështu, e ashtu. Linja re do kohë të bëhet investimi. I blejmë me botë edhe me veni mbushin në shijak atje kur vjen tubi kryesor. Po? Edhe vinë na i shesin na 20.000 lekë botin. Edhe një problem tjetër i ujit që nuk mbrin në shtëpijet e qytetarëve, kësaj radhe nga Bashkia e Shijakut. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flisni ju lutem. Mirëmëngjes, tash çka kthemi neve? Na ngrihet uji, themi që të bëjnë investime, shteti është si një shtëpi. Po s'u dhe para, nuk ka ku i gjen parat. Na ngrit, neve duhet të pagoni me 45 ujë në Tiranë, ata në Kamës na pagoni me 65, se sa më të mirë ishim neve. Ama nuk bëjmë investime, ujin me pikatore do ta kemi. Do marrim masa që neve do harxojmë një çik më shumë, do pagojmë një çik më shumë se të bëjnë investimet. Nuk ka çfarë bën shteti, s'ka ku i gjen parat. Po? Ne duhet ta kuptojmë që jemi popull. E para, e dyta. Erion Velia po bën rrugën në Fark ku ka vajtë gjithë andeja. Neve jemi
te Kodra Priftit, kemi një rrugë as 40 metër. 50 metër rrugë. Kokonoz kishte më lartë se neve, e bëri gjithë rrugën. Këtu ke neve, jemi e vetëmja rrugit, jemi vetëm 2 rrugica që kemi ngellë pa asfaltuar. Ja të vini që zoti Veliet, na shkon jemi mes Tiranës. Po, faleminderit edhe ju që sillni edhe ju një problem konkret, po vinë mjaft probleme konkrete qytetarësh me ngjezjen e ditës së sotme, kur problemet janë konkrete dhe gazetarët tanë din të sensibilizojnë për zgjidhjen e tyre dhe emisioni bëhet gjithmonë me i dobishëm. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Kishem një mendim për kryeministrin Edi Rama. Po? Ju kërkon ndërheqjen e dënime masive të gjithë drejtorëve. Unë friksohem këtu se duke bën dëshkime masive dhe duke dhënë ndërheqjen të gjithë në masë, ikin njerëzit edhe tas, se nuk janë të gjithë pas, se po të gjithë pas mirë, ne ku pas mi pa qenë. Pra, përgjegjësia është individuale, thoni ju, dhe aftësitë janë individuale. Për mua duhet çdo ministri të ketë komisionin e vlerësimit të aktësive të njerëzve drejtues, të specialistëve, jo kështu me ndërheqjen të dënime në grup. Kjo është e pa se pushteti i pakufishëm ka thënë me një zhurë që të shohë në Tirani, dhe kështu i them të ketë kujdes, prandaj kjo është mendimim. Po, qartë. Dhe unë ju falenderoj që mendimin tuaj e sillni në emisionin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, lutem. Si jeni? Mirë, urdhroni. Po këtu nga katon suk dhe flasin këtu, po probleme kemi me në Erzenin e Murosh, bo një problem shqetësuar shumë për punë Erzenit. Po, cili është problemi shqetësues? Po, është bloku komplet Erzeni, është nuk funksionon asgjë, për na këta përmbytjet që u bën, as është interesu njëri fare për këtë punë përmbytje, edhe as nuk dhe njëri mu interesu fare. Si është blokuar në shkuptim? Nuk kanë ra peme të plepët që i themi ne, kanë ra mes Erzenit, gjithë mbeturinë që vinë nga Tirana që vinë mbeturinë, edhe ngelin në gjithë në lumë. Edhe nuk funksionon fare që të thithi ujtin për të bot derdhen. Pra, kërkohet një ndërhyrje në Erzen për të... As interesohet njëri, jina përmbyt 2 herë, nuk ka ardhur as një me u interesu për këtë punë. Në çfarë zonë thatë? Në zonën e katon Suktës, fshatin Erzen, Sukt, se temi komplet kja zonë, vetëm zona jonë. Qartë, unë ju falenderoj që dhe ju sillni një problem konkret. Kërkojmë nga bashkia nga këta, të vinë të interesohen për këtë probleme. Më zvinë vetëm ku vinë zjerët vinë këta. Nga bashkia Shiakut vareni në Mosgaboj? Bashkia e Durrësit vareni. Nga bashkia Durrësit me ndarjen e territoriale. Vinë vetëm për këta, 2 javë muaj para zjerëve, premtimet mëloja, gjërat mëloja, dhe përfundimi është zero fare. Qartë. Dhe këta problem do kena fatin e 2 herëve që jena përmbyt, do kena kush disa herë tjera. Se nuk funksionon lumi. Po do të marrë masët, gjitha fatdrama që prunë këta që në rejti kryeministë, kena prunë fatdramat, për ku i fusin punta? Këtë duhet filloj lumi nga Juba të funksionoj të pastrat në 2 krahët. Që të thëllot, shkoj lumi i shtrati vetë ku është për të shku. Po dhe unë ju falenderoj që sillni dhe ju një problem shqetësues për zonën. Besoj se do të ketë ndërhyrje të shpejtë aty. Urdhroni. Përshëndetje me zotin Bashkim. Po bashkë po flasim dhe publiku na dëgjon. Urdhroni. Jam një banore e njësisë 13 është komuna Kashar. Po. Kemi rreth 1 muaj jemi pa ujë. 3 javë kanë marrë një ujë nga ish pusi i minjerës. Dhe uji është i ndotur me erë shumë të rëndë. Ju lutem, nuk di çfarë të them, se si të futet ky ujë brenda në depozita tona, një erë të rëndë nuk durohet. E më falni dhe në banjë të hedhësh ai prap vjen erë zoti Bashkim. Jemi në pikë të hadhit, jemi pa pikë ujë. Blejmë ujë me depozita 7.000 lekë një depozit për 2 ditë. A e përballojmë do të neve këtë me këto rroga që kemi, me pensionistë, me invalid? Kemi shkuar, jemi ankuar edhe te kryeministri dhe te zoti Erion Velia, dhe asnjë përgjigje nuk na kanë kthyer. Ju lutem na ndihmoni. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu 2 informacione për problemin që keni, po edhe për mos përgjigjet që keni marrë nga institucionet më të larta, nga bashkia dhe nga kryeministria. Urdhroni. Mirëmëngjes. O, Bashkim, jam një naftar. Po. Edhe vren një situatë të tillë këtu në Tiranë,
Shumë nga kolegët tanë napetar kanë aplikuar dokumentat për statusin e napetarit. Ndërsa, shikoj që në rrethin në Bashkinë e Kuçovës që është ndërvarur nga Berati, akoma nuk kanë ndërhyrë të bëjnë këto dokumentet, po rinë e presin prit kur të na lëshoj Berati çfarë do na thotë. Po para 1-2 ditësh kishte disa udhëzime edhe në gazetë, në mos gaboj. Po, është shumë e vërtetë. Po. Udhëzimet kanë dalë shumë qartë nga qendra, janë ngritur komisione gjëra, po them që në Kuçovë ose konkretisht në Berat nuk kanë filluar që të aplikohen këto formulare. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtë informacion me dëshirën e mirë për të vënë në lëvizje dhe atje në Berat, në Bashkinë e Beratit, organet përkatëse që të veprojnë ashtu siç po veprojnë në Tiranë, siç thotë qytetari. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Alo. Flisni pra. Alo. Flisni zonjë. Presim dikë tjetër atëre. Mirëmëngjes. Urdhroni ju lutem. Është larguar dhe ky qytetar, sidoqoftë telefoni ynë 0522 302 53 është vazhdimisht i kërkuar. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Po. Jam një qytetar nga Tirana. Po. Më desha të flas për lejen e lazerzimit, nuk po ma japi. Po. I kam për të gjitha veprimet. Po çfarë pengon? Para 3 vjetë që kam për pagesa të gjitha dhe nuk e di pse Çfarë ju thonë atje në nuk ma japin. Çfarë ju thonë në zyrat e legalizimit? Më thonë që është gati leja, kjo më bën shumë përshtypje, është okay leja tani unë nuk e kuptoj pse nuk ma japin. Ndoshta nuk kanë dalë zonat kadastrale, zonat e legalizuara, ndoshta nuk ka dalë BKM-ja. Nuk ju kanë sqaruar diçka më shumë? Po më kanë sqaruar, me fjalë, më kanë sqaruar, do vini të merrni prapë të njoftojmë neve. Shkoj prapë. Atë një ta gjë vazhdon. Pra ritme të ngadalta në dhënien e lejeve të legalizimit. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Presim dikë tjetër atëre. Urdhroni, mirëmëngjes. 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 Po, flisni ju lutem. Jora Ishmeti. Faleminderit. Vëshkim, doja po t'ju thoja një ankesën time personale që u kam thënë kush e disa herë u kam thënë. Por këtu në lagjen ku banoj në qytetin e Shjakut, ka shumë vite që nuk na e kam dhënë shpërblimin për një gjë që u kam thënë që më përpara, që kolektorin kryesor të qytetit Shjakut që ka dhënë te ne, na u ka përmbytur shtëpia 3 herë. Edhe nuk na kanë dhënë dëm shpërblimin që na kanë 5 vite rresht që na gënjejnë. Tani nuk e di çka kanë ata me neve. Vetëm na mashtrojnë edhe në fushatën elektorale. Çfarë ju thanë gjatë fushatës? Gjatë fushatës thuan shumë gjëra. Na kanë thënë që do t'i japin me mos u mërzit fare. Edhe nuk na e ka dhënë. Edhe kësaj fjale, sa i thonë një fjalë që sa kalova lumin, thonë të vjep shakalin, kur dhe mbaroj lufta, se gjithë tri më dalin. Po, qartë edhe shqetësimi juaj. Ata tani kësaj pune t'i bëjmë ishme, edhe në për këto institucionet ta thonë që mjet lekë të zbatoj ligjin. Pra ne t'i bëjmë ishme të asaj pune që në fushat elektorale të fitojnë zgjedhje tamam siç është përcituar. Po e të i marrin kështu kot më kot. Edhe si gjëja të rrinë e sorlatën pasaj në për duke i dhënë vetës autoritet, sikur kush e di çfarë janë. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimet tuaja. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. O, zoti Bashkim. Po, flisni ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njerë. Nuk do dëgjoj mirë për zoti Bashkim. E ju dëgjojmë shumë mirë, juve flisni. Mirëmëngjes. E tha mirëmëngjes, ju lutem hyni në temë. Zoti Bashkim do të thosha diçka. Po? Për këto qirat e shtëpive. Po, flisni. Flisni zotëri, publiku ju dëgjon. Për këto
qirat, zoti bashkim dhe shpysim në na gri nga qirat ata familjarët e. Si? Dhe i dojë qeveria për të si vetë taks ati familjarët që marim në shpi me qirat. Paguan taksa si pas regullit. Qa taksa paguajnë vlasë, paguajnë ati taks fare. Nëse se çfarë bëjnë ata në mënyrë të paligjshme është tjetër gjë, por na gri sakta këta një dhomë 300.000 lekë, një dhomë e kuzhinë vogël 400.000 lekë. A e keni për këto qirat e plazhit? Po jo më qirat e shpive në Tiranë, më vllai, i rrit. Të shpive në Tiranë. Të studentje, gjithë po, jo për plazhin, bashkim, jo për plazhin, për banesat që banojmë shumë me qira. Për banesat në Tiranë, në çdo qytet thoni, po. Po zakonisht rregullat janë që paguan qiramarsi paguan 1%. Nuk paguajnë në bashkim këtu është pa i filloj dokumenti fare, saj do qefi atia thot 400.000 lekë me marrë një dhomë i guzinë. Qartë. Po, në falenderoj dhe juve që për problemi që është shqetëson e sillni në emisionin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Ule qyze. Një banari Kuçovës jam. Po, dhe çfarë problemi do sjellim? Ne kemi këtu këtë ujnë e pishëm lagje vjetër, Kuçove vjetër që i thonë. Gjoja s'ka ujë Kuçova, vuan popli për ujë, të vish të shikosh këto pusetat dhe duar të kokë, dërgoni një njeri, janë ta puseta që ka berë këta të ujë të pishëm, edhe bresh ka gjarë prin qa nuk ka brenda, dhe qa berë dhe të ujë i këkop, nuk vjen një njeri të shikojnë qëfar berë. Pra është jashtë kontrollit rrjeti i ujësjellësit thonë ju atje? Një lagje të tjera vuajnë për pikën e ujtë, që s'ka puseta, po zvete linja e re, zvete ujtë, a i derë dhe ti terë ujë rrugës, qa ujtë i do pinë popli këtu? Po dynden me një pusë naftë atje rrinë e rada 24 orë nuk pëshon që pinë ujtë. Pra juve thoni që nuk ushtrohet kontrolli dur nga ujësjellësi i Kuçovës? Qfare, një drejtore, një agronom nuk e di qfare. Pra vinë ankesat për ujë në këtë kohë, por vinë ankesat për keq administrimi në ujësjellësave. Urdhroni. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni lutem. Si kaloni? Mirë, urdhroni. Me ke po flas? Sigurisht në emision apo jo? Po, emisionin duhet dhe. Po flisni atëre, publiku po na dëgjon. Jam një banor të Aspiri. Kemi problem me ujnë e pishëm, kemi gjetë një muaj gjysmë. Qa të bëhet me ujtë për punën tonë? Vinë bote aty të dërguar nga ujësjellësi? Po, boti vinë dhe neve jemi një shkallë këtu. Sekretari i bashkisë sqaroi që ujësjellësi dërgon pa para bote në atë zonë, me që ka investime të papërfunduara. Po janë shumë shkallë, shumë pallate që nuk furnizohen me bote. Pra nuk përballohet me aq sa vinë. Po dhe unë ju falenderoj që ju sillni shqetësimin tuaj të kësaj stine. Urdhroni. Mirë, zotni bashkim. Mirëmëngjes. Ma po më duke si kur i rinu bashkim. Ashtu qaftë, urdhroni. Bashkim. Urdhra. Po, që mu kryeministri s'ka që më bëse pensionist jam. Po, edhe? Po, nuk e kuptoj me bashkim. A ka ministra, ka pas ministra qeveria? A ka qenë ministra i shëndetësis, i Ilir Beqja, që mos paku mund të themi hajdut? Po, si orë zotërin, në lirë dhe kryeministri asë në dërheqën se ka bëhte, dhe i thot ju i në dërheqën, dhe ato që njës pa dignitet të jabin dërheqën, jo me zotërin, në kërë e mëru, kam bërë detyrën, një pëshimin që kënë gjyqë, pëse më shkarko, që më intereso mu, po këtë në qeverisën më rëzëtni, kjo është një shashk për të në lu hajdut liqët, pare që ka da me Ilir Beqen për mu. Kur Ilir Beqja të ishte në burg, në bangot e të akuzumve dhe tip të vlogari për hajdutliqet që ka bo, se gjithë koncensionet në fakt janë hajdutliqe, a ka kuptim më rëzëtri të pas njerë që specializum, të japish të bëjnë analizat me koncencion, që është mërgjo? Që analizat kërkojnë njërës të përgatit, aparate, dhe reagentet merit e mërku, aparatet i ke, se shtuvohet i ke shpjallet së fundit. Njaftoj që të plotësoj kushtin për analizën që bo. Pse dhe dashka,
Shpërgjithësi ka ajo vim, shpitali më pasaj, kur analizat i bëju nuk i bëti si spital. Dhe këtu, me këte që bëjë kërkot thjesht, totalet me njerëzit që e votu, se këto që pushani ka votu, të pushoj edhe njerëzit antar të LSI-s, e të zbatoj atë të pamshmen që thejtë para që vjetës ndes pas LSI-a, dhe të të rejtë që hojtë i puhim mrabanicën para 4 vjetë dhe i vjermetës, që e bërë kryeministër që se bëjtë e dot. Dhe shko në takime ndërkombëtare, dhe t'i veshë i jashtë në jetën private atletet mërzëtëri, po e që hojtë takoj në presidentin e Shteteve të Bashkuara me atletet. Që punë të mu, po më përfaqove nëmë. Jemi pa dignitet me. Ka etik kur shkohet, në si masarangut të takimit, shkohet edhe paraqitja. U inauguru presidentin francez. A e për mërzëtëri sa asi gjosë kishë ndryshu. Shkëqej, si që kanë qenë para 300 vjetës në ndërta e qatë. Kurse kërë ka mush më shkaravinet e veta kryeministërit. Njërët në bëhet në dhe si pobu, kur përsëri për pare droge, e lanë kryeministër bashkë me bashkëpunëtorin e bi, të e them me siguri Lëvzim Bashën, që një ditë gjatë fushatës elektorale nuk është prej kundër PS-s, po e kise me i drizin, si kur konkurete për vendet tretë, jo në zëdri, për dhja demokrati, lukto për pushtetin, për qeverizërenin. Qartë. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju mendimet tuaja, ishte edhe telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj Regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.